Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj nëpërmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori e emigrimi. Por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëzit dhe të afërmit tanë? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13:21. Përshëndetje të dashur miq, jemi së bashku në emisionin Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri dhe sot dua të flasim për një temë që prek shoqërinë tonë, që prek prindrit të cilët kanë fëmijët me autizëm. Besoj se fëmijët janë dhuratë nga Perëndia dhe unë dua që nëpërmjet këtij mesazhi të inkurajoj prindrit që të vazhdojnë në rrugën e tyre. Sot dua t'u them që kanë dhe një aleat tjetër që është Perëndia së bashku me ta që t'i fuqizoj. Prandaj titulli i mesazhit për sot është Kur nëna dhe babai nuk mund të rregullojnë gjithçka, Perëndia mundet. Një mesazh për prindrit me fëmijët me autizëm. Sa shpesh dëshirojmë të rregullojmë gjithçka për fëmijët tanë, por ndonjëherë lodhja, dhimbja dhe pyetjet nuk kanë përgjigje. Çfarë ndodh kur fëmia yt ka autizëm dhe ti ndihesh i vetmuar e vetme në këtë rrugtim? Ky është një predikim e një mesazh të fuqishëm, shpresë force dhe dashurie për çdo baba dhe nënë dhe familje që kujton se Zoti nuk haron asnjë lot. Jani së bashku të mësojmë se besimi dhe dashuria e Zotit mund të mbështesin familjen tënde çdo ditë. Prandaj mos e humb këtë mesazh që do të sjellë shpresë pra. Babai në shtëpi shpesh rregullon dritat, rubinetin, gjërat që prishin. Por ka diçka që prindit nuk e rregullojnë dot kaq lehtë. Kur ata kanë një fëmijë me nevoja të veçanta, si autizmi. Ndoshta si prind nuk e dëgjuar kurrë një "të dua baba, të dua mama" me fjalë të qarta. Fëmia yt mund të jetë i heshtur, ndoshta edhe belbëzon dhe thot disa fjalë të pakuptueshme për të tjerët. Por ti e njeh çdo detaj të fëmijës tënd, njeh çdo rutinë, njeh çdo shpërthim, njeh çdo buzëqeshje të rrallë që për ty vlena buzëqeshja e fëmijës sa një botë e tërë. Ndoshta ke pyetur veten, pse ky fëmijë erdhi në jetën time? Kush do të kujdeset për të kur unë të mos jem më? A e njeh Perëndia lodhjen time? A e sheh Perëndia lodhjen time, frikën time, netët pa gjumë? Ti ndoshta njeh më shumë terapinë se sa pushimin. Ndoshta ndje mungesën e një shteti që shpesh nuk ndihmon, nuk dëgjon, nuk kujdeset. Dhe në heshtje ke pyetur, pse ne? A kemi bërë ndonjë mëkat që kemi këtë fëmijë të veçantë? Këtë pyetje e kishin bën dishepujt e Jezusit kur Jezusi takoi një burr të verbër. Tek Gjoni kapitulli 9 lexojmë që dishepujt e pyesin Jezusin, thonë, "Rabi, kush ka mëkatuar? Ky apo prindrit e tij që ky ka lindur i verbër?" Jezusi tha, "As ky, as prindrit e tij, por që të shfaqet vepra e Perëndisë në të." Le të lutemi. O ati dashur, ne lutemi sot për prindrit që kanë fëmijë me autizëm dhe prindrit që kanë fëmijë me nevoja të veçanta. Ne kërkojmë o Perëndi që ti t'i bekosh ata o Zot. Ne lutemi o Zot që ti t'i jesh së bashku me ta dhe t'u japësh fuqi o Perëndi. Ne të falenderojmë sepse çdo njeri ti e ke krijuar në mënyrë të veçantë dhe ke krijuar me një qëllim që të japin lavdi ti. Prandaj brenda kësaj situate ne duam të themi që emri tënd të lavdërohet o Zot. Prandaj ti të flasësh në zemrat e tyre sot o Zot. Në emrin e Krishtit ne lutemi. Amen. Perëndia nuk haron. Ky është mesazhi i parë që dua të them. Fëmia yt i dashur prind nuk është një dëshkim, por është një fushë ku Zoti do të punojë dhe Zoti do të shfaq veprën e tij. Perëndia nuk të dënon, por përkundrazi, Perëndia të nderon ti si prind.
A i sheh çdo netët e tua pa gjumë. A i sheh çdo frikë që ti nuk e thua dot. A i sheh çdo lotin tënd në heshtje, sepse a i është pranë teje, miku im. Te Psalmi 56 vargu 8 thot: ti ke numëruar hapat e shëtitjes sime të përvuajtur. Ti ke vendosur lotët e mia në calikun tënd. Dhe tek Isaia kapitulli 46 vargu 4 thot: edhe kur të jesh në moshë të madhe dhe s'do kesh fuqi, ai premton se do të mbaj, do të mbështes dhe do të shpëtoj, thot në fjalën e tij Perëndia pra. Ekziston një djalë me emrin Tim Sharp, një djalë me autizëm, i cili kur ishte i vogël fillonte të vizatonte një superhero, Laser Beckman. Dhe djali filloi të vizatoj dhe më pas ndaloi. Mamaja e ndihmoi dhe pastaj e la dorën mamaja. Dhe Timi i mori dorën që të vazhdonte. Sot Tim është një artist i njohur ndërkombëtarisht. Është një artist pra i njohur ndërkombëtarisht. Fjalët e tij mund të ishin kur ishte fëmijë të belbëzuara, por ai sot flet dhe ai shkon dhe tregon jetën e tij së bashku me nënën. Pra, Perëndia nxori art nga Timi. Një shembull tjetër kemi Nick Vujicic. Ai lindi pa krah dhe pa këmbë. Dhe ai pyeti si fëmijë: pse unë o Zot? Sot Niku predikon në mbi 70 vende të botës. Ai shkon në përshkolla dhe u flet për bullizimin, u flet që janë krijuar të çmuar në sytë e Perëndis pra. Mjekët, ai tregon për jetën e tij se mjekët i thanë prindërit e tij janë të krishterë. Mjekët i thanë prindërve të abortonin, por ata nuk pranuan. Imagjino sikur ata prindër të mos njihnin Krishtin. Kur prindrit nuk dorëzohen dhe kur shikojnë që fëmijët nuk janë barë, por dhurat nga Perëndia, atëherë Zoti mund të nxjerrë dritë nga situatat akoma më të errta. Ti je babai, nëna që e njeh zërin e fëmijës edhe pa fjalë. Ti mund të flasësh si terapiste, mund të flasësh si profesionist, por askush nuk të pyet si je ti. Ndoshta babai pyet në heshtje: çfarë do të ndodh me fëmijën tim kur unë të mos jem më? I dashur prind, Perëndia atë të do. Ai e kupton dhimbjen tënde. Perëndia atë ishte pranë birit të tij, Jezusit, që vuante në kryq. Dhe ai është pranë teje sot, i njëjti atë, kur ti mbart dhimbjen e padukshme të fëmijës tënd. Nga ana tjetër ke Jezusin, i cili nuk do të kalonte kurrë pranë dhimbjes pa u ndalur. Ai ndalon. Ai do të preki. Sepse kur Jezusi ishte këtu në tokë, ai u prek kur një baba i solli fëmijën e tij. Ai e dëgjoi, veproi dhe bekoi. Bile i thua dishepujve: lërini fëmijët të vinë tek unë, sepse atyre u përket mbretëria e Perëndis. Perëndia nuk na premton një jetë lehtë, por na premton një shoqëri të përjetshme. Jezusi u bë miku i të lënduarve, shpëtimtari i atyre që duken të padukshëm. Për baballarët e lodhë dhe për nënat që qajnë në heshtje, kjo është shpresa e gjallë. Jezusi është pranë teje. Ai tha: ejani tek unë, të gjithë ju që jeni të lodhur, dhe unë do të shlodh. Tek Mateu kapitulli 11 vargu 28. Fëmija i dashur prind nuk është një aksident. Ajo është një kryevepër e Perëndis. Një ditë kur Zoti do ta thërras, fëmija nuk do të jetë, kur Zoti do të thërras ti prind, nuk do të jetë i vetëm, sepse Perëndia do fshi çdo lot nga sytë e tyre. Nuk do të ketë më as vdekje, as dhimbje, as ndarje. A mund të imagjinosh atë ditë? Atë ditë fëmija tënd do të ketë një trup të ri pra. Dhe kur do takojnë në qiell, ai do të shikojë në sy, do të përqafoj dhe do të thotë: faleminderit mama, faleminderit baba që nuk u dorëzuat me mua. Prindi dashur, ti nuk mund të rregullosh gjithçka, por ti mund t'i besosh jetën tënde, mundimet e tua, atij që mundet. Ji babai që qëndron pranë fëmijës dhe pranë
nënës së fëmijës gruas tënde. Ji nëna që lutet dhe nuk dorëzohet. Ji prindi që nuk dorëzohet. Sepse Psalmi 103 vargu 13 thot: ashtu si një atë mëshiron bijtë e tij, kështu Zoti mëshiron ata që e druajnë. A ja ke dorëzuar Perëndis frikrat e tua? A i ke kërkuar Perëndis fuqi për të dashur dhe për të qëndruar? A mund të besosh sot që Perëndia po shkruan një histori të veçantë për fëmijën tënd? Ka fëmijë me autizëm që kompozojnë muzikë, që pikturojnë, që bëjnë zbulime në teknologji, por më e madhja është kjo: ata janë krijuar me dashuri nga Perëndia. Mos e haro atë që thash. Një ditë në qiell, fëmija ai do të ketë një trup të ri. Do thot faleminderit pra. Prindër të dashur, e janë te Krishti sot. Ai na do. Dorëzoja jetën tënde Jezusit. Nga ana tjetër, shiko në qytetin që jeton kishat lokale. Kisha jon, kisha ungjëllore dhe kisha këtu në Tiranë, kudo. Ne duam t'ju ftojmë me zemër të hapur në kishat ton pra. Në Sarand, në kishën ton, mblidhet një grup nënash të cilat luten dhe thon shqetësi dhe lutemi së bashku me to duke inkurajuar dhe duke u dhënë fuqi. Kisha jon është një vend ku çdo prind dhe çdo fëmijë është i mirëpritur, i vlerësuar dhe i mbështetur. Falenderojmë gjithashtu dhe Fondacionin Lidia në Sarand dhe drejtorin vllajin ton Ibrahim së bashku me bashorten Sonilën që qëndrojnë pranë fëmijëve me autizëm. Në kishën tonë ju nuk do të gjeni asnjë gjykim, ka vetëm dashuri dhe kuptim, sepse ne e dim, edhe vetë drejtori ka një fëmijë i cili është me autizëm, por ai ka një dashuri të madhe për fëmijën e tij, dhe këtë do të ndihmonte shoqërinë dhe nënat dhe e prindrit në qytetin tonë që kanë fëmijë me autizëm. Për mua është hero. Për ne e dim se a vështirë është të kujdesesh për një fëmijë me nevoja të veçanta. Por ama dim dhe këtë, që shpresa e Jezusit është më e fortë se çdo bar. Në kërkesat e lutjes në kish, një nën që ka fëmijët me autizëm u lut kështu: Zot, më jep një ditë për të shlodhur. Dhe unë tani kam një thirrje. Kjo është klithma e kësaj nëne te Perëndia. A nuk është kjo një thirrje që duhet ta dëgjojë shteti? A nuk është kjo një thirrje që duhet ta dëgjojë shoqëria, media, të pasurit, madje edhe kisha? Ne nuk duhet të qëndrojmë indiferent. Jezusi një ditë do na kërkojë llogari të gjithëve, dhe ai do pastrojë indiferentizmin, hipokrizinë dhe rehatin ton. Prandaj le të mos qëndrojmë indiferent, por të veprojmë duke ndihmuar këta prindër, që të mos vazhdojnë rrugën e kalvarit të tyre, të vetmuar, por të jemi pranë tyre, duke filluar që nga shteti deri te kisha, dhe të bashkëpunojnë të dy së bashku, dhe të gjithë të tjerët, që ata të ndjenë se nuk janë vetëm. Le të lutemi. O Zot, bekoj prindrit e fëmijëve me autizëm. O Zot, ti bekon nëna dhe baballarët që nuk marrin shumë duartrokitje, por që janë herojnë të eshtur. Forcoj ata kur ndihen të lodhur dhe të vetmuar. Kujtoju se nuk janë vetëm. Ti të vësh të japësh mençuri dhe urtësi dhe qeverisë, o Zot, që të drejtojnë sytë e tyre dhe të ndihmojnë, o Zot, me programe të ndryshme, o Perëndi. Të lutem ti ngushëlloj dhe forcoj prindrit, kujtoju se nuk janë vetëm, sepse ti je Perëndia që shikon, që kujdesesh dhe që nuk haron. Jepu paqen tënde, o Zot, në zemrat e tyre. Në emrin e Jezusit lutem. Amen. Zoti të jetë së bashku me ju prindër të dashur. Unë si pastor ju bekoj dhe ju ftoj që të mblidhemi së bashku dhe të mund të lutemi së bashku dhe të inkurajojmë e të luajmë së bashku me fëmijët. Zoti të jetë së bashku me ju kudo që jeni. Mirupafshim në emisionet e ardhshme. Shpresojmë që t'jeni inkurajuar nga mesazhi i sotëm. Nëse dëshironi më shumë informacion për besimin, dëshironi një Bibël apo po kërkoni një kishë lokale në vendin ku jetoni, mos nguroni të na kontaktoni në adresën info@radiovis7.net.
ose na telefononi në numrin 068 60 47 511. Gjithashtu na kontaktoni në rrjetet sociale, Facebook dhe Instagram me emrin Radio 7 Albania. Deri herën e ardhshme, bashk miru dëgjofshëm. Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam Pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj nëpërmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori e emigrimi, por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëzit dhe të afërmit tan? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga Pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13:21.